Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës, të dashur fëmijë dhe mirë se vini në ceremoninë çelëse të javës globale të paras 2025. Kjo javë rri ndërgjegjësimin për rëndësinë e edukimit financiar dhe qëllimi i saj është që t'ju ofrojë të rinjve që në moshë të hershme njohuri, aftësi, qëndrime dhe sjelljet e nevojshme për të marrë vendime të mirë informuara financiare që do të shërbejnë për të ardhmen e tyre. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me institucionet e tjera, si shoqata e bankave, Ministrinë për Rininë dhe Sportet, organizon javën globale të paras çdo vit, por java globale e paras organizohet në më shumë se 160 vende të botës, nën kujdesin e organizatës OECD. Në këtë kontekst, edhe ne si Bankë Qendrore organizojmë javën globale të paras me funksion me qëllim kryesor edukimin financiar të brezave të ri. Po t'i referohemi historisë së Bankës Shqipërisë që prej krijimit, që prej themelimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, ne do të shohim që evolimi i pagesave, evolimi i tregut financiar shqiptar ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm. Duke filluar që nga themelet, që nga esenca e këmbimeve kryesisht themelimit monedhës kombëtare, krijimit monedhës kombëtare dhe zhvillimit të pagesave, pasi para krijimit të Bankës Qendrore, para krijimit të Bankës së Shqipërisë, edhe monedha kombëtare nuk ekzistonte. Në vitin 1925 me themelimin e bankës u themeluan për herë të parë monedha dhe tregjet financiare dhe në kohë gjatë këtyre viteve ka pasur një evolim të madh. Edukimi financiar është mjaft i rëndësishëm sepse ka një korelacion të drejtë midis edukimit financiar dhe mirëqenies ekonomike. Përmjet edukimit financiar bëhet e mundur të marrë vendime mbi investimet, kursimet, të ardhmen dhe shumë rëndësishme që kjo të fillojë që në fazat e para të jetës. Emrin Ema Shtrepi. Unë vi nga shkolla Protagonistët. Unë kam marrë pjesë në konkursin e klasave të treta që duhet të bëjmë një kartë monedhë imagjinare dhe 10 fituesi do fitonin çmimin. Unë të tregoja në kartë monedhën në Terezë. Shqiponjën vjen e sigurisë këto figurat e tapeteve në kohët e kaluara. Ky është një konkurs madhështor që më ka pëlqyer jashtëmase. Fëmijët u argëtuan, mësuan gjithë historinë e bankës, u kënaqën pafund. Edhe ishte një sukses që ne me përkushtim e arritëm. Unë jam Altea Doda. Unë jam Enrika Toshi. Dhe ne jemi nxënësit të gjimnazit Alex Buda. Ku projekti ynë për konkursin e bankës fitoi çmimin e dytë, ndihmë mençuri. Begatina Ardmëri. Unë jam Diara Dashi, nga klasa e 3A dhe vi nga shkolla Vasil Shanto. Unë kam bërë një projekt që titullohet Vizatimi më i mirë. Këtu kam vendosur 2 shqiponja për paraqitjen sa më të mirë të kombit, numri 100 për 100 vjetoren e Bankës së Shqipërisë dhe nga ana tjetër për krenaren e heroit ton Skënderbeu. Falenderoj nismëtarët e këtij aktiviteti, kaq të bukur, të këtij konkursi ku nxënësit morën pjesë gjallërisht në këtë aktivitet, treguan shumë bukur ndjenjat e tyre kundrejt paras, kundrejt historisë të bankës, ku u njohën shumë qartë pra me historikun e Bankës së Shqipërisë. Ata ishin aq të lumtur gjatë gjithë këtij projekti dhe bashkëpunim me prindërit krijuan objekte shumë të bukura. Nxënësit janë të ndjeshëm kundrejt paras dhe më vjen mirë që sot nxënësit janë iniciatorë të aktiviteteve të tyre dhe çdo gjë e bëjnë me shumë dëshirë.